shkrutin e tyre që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. Jemi në një situatë ku ata nuk po marrin pjesë në votim edhe përkundër faktit që gjykimi i gjykatës kushtetuese thekson që deputetët në seancën konstituive duhet të jenë të gjithë pranishëm dhe duhet të votojnë për, kundër ose abstenim. Propozimin e LDK-s, vetëm sa ta ndërpres ose ta përfundoj fjalën time. Pra për mua është e paqartë ose i paqartë pozicioni i tyre që fare nuk marrin pjesë në votim për komisionin. Në mënyrë që të vazhdojmë me votimin e fshet, është votim shumë demokratik për shumë pozicione në Republikën e Kosovës, përfshirë këtu edhe presidentin, si me thënë, shfrytëzohet ose parashihet votimi i fshet. Prandaj edhe nuk e kuptoj si pozicion, megjithatë urojmë që të reflektojnë. Sa i përket qëndrimit të LDK-s, pas letrës që i ka drejtuar kryetari i lëvizjes vetëvendosje, mendoj që është e papranueshme që të injorohet vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk është që kemi pasur zgjedhje para 2-3 viteve. Ne zgjedhjet i kemi pasur në Republikën e Kosovës para 3 muajve. Prandaj ka një tendencë të hapur që ky vullnet i popullit të injorohet. Ju e dini që lëvizja vetëvendosje sot është subjekti më i madh në vend, me mbështetjen më të madhe qytetare, dhe kryeministri Kurti është po ashtu kandidati me më së shumti mbështetje nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Prandaj kushdo që tenton me injoru këtë vullnet ka gabim dhe kjo fare nuk mendoj që mirë kuptohet nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Faleminderit. Atëherë, edhe sot pra ishte vazhdimi i radhës së seancës konstituive, cila fatkeqësisht përsëri pra nuk prodhoi rezultat si pasojë e bllokadës që po vazhdojnë pra ta bëjnë partitë opozitare. Ne, si subjekt fitues, jemi munduar që prej seancës parë që të ofrojmë alternativa, mundësi, zgjidhje kreative, pra qoftë përmes obligimit, fillimisht duke përmbushur obligimin kushtetues që të propozojmë kandidatën për kryetare, pra si fitues të zgjedhjeve, që na takon e drejtë me kushtetut, kur e kemi pa që ka probleme dhe ka mungesë të konsenzusit nga partitë tjera, kemi ofruar mundësi që të diskutojmë edhe në kryetarët në pako, pra diskutimi të bëhet që të ketë një dakordim për gjithë, në mënyrë që të ecet tutje me zhbllokim të situatës dhe konstituimit të kuvendit. Nuk kanë pranuar, kanë refuzuar, kanë thënë që e drejta e tyre për të nominu kandidatët për nënkryetar është e pakontestueshme dhe ata nuk e pyesin askënd se kë e caktojnë nënkryetar, ndërka që të njëjtën të drejtë pra mundohen që t'ja mohojnë fituesit në këtë rast, duke insistuar që të ndryshohet kandidati. Kemi ofruar edhe mundësinë e zgjidhjes së situatës pra përmes votimit të fshehtë. E pat dje, pra në Bundestagun Gjerman, kancelari i ri, Friedrich Merz, ishte u zgjodh pra përmes votimit të fshehtë. Kemi situatën kur edhe në Kosovë, pra pozita e presidentit zgjedhet me votim të fshehtë, kemi rastin në asamblet komunale, kur kryesuesi i asamblesë komunale zgjedhet në votim të fshehtë, pra nuk është temë tabu votimi i fshehtë, e për më tepër, edhe është e lejuar dhe parashihet me kushtetut dhe me rregulloren e punës së kuvendit, siç është cekur edhe në paragrafin 128 të interpretimit të gjykatës kushtetuese, pra të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ku thuhet që konstituimi i kuvendit është detyrë e të gjithë deputetëve të kuvendit Kosovës dhe ata duhet të votojnë për, kundër ose abstenojnë në mënyrë të hapur apo në mënyrë të fshehtë. Pra ky është citati që e ka thënë vetë gjykata kushtetuese. Pra, po pajtohemi që nuk është rregulli që të votohet në mënyrë të fshehtë çdo herë për kryesinë e kuvendit, por po besoj pajtoheni që është edhe situatë përjashtuese, pra nuk është e rregullt që të mbahen 12 seanca dhe të mos ketë apo 12 vazhdime të seancave dhe të mos ketë vendimarrje për këtë çështje. Prandaj jemi detyruar
dhe kemi ardhur me një propozim të tillë me idenë që të ofrojmë zgjidhje. Në kuadër të ofrimit të zgjidhjeve kemi pasur edhe ftesa të ndryshme për subjektet politike, qoftë për dakordim pra për koalicionin konstituiv të kuvendit, ashtu siç e kërkon kushtetuta, apo ku 3 partitë më të mëdha që kanë dalur nga zgjedhjet duhet të dakordohen për kryesinë e kuvendit, pra për kryetarin dhe 3 nënkretarët, e kjo do të siguronte më shumë se 61 vota për gjitha këto pozita, pra sepse asnjëra parti veç nuk i ka 61 vota për konstituim të kuvendit, kemi pa që kanë refuzuar. Pra refuzojnë ftesat, refuzojnë bashkëpunimin, refuzojnë zgjidhjet me votim të fshehtë dhe në anën tjetër dalin e akuzojnë partinë fituese që po bllokon konstituimin e kuvendit. Kjo pra nuk mund quhet asgjë tjetër pas hipokrizi. Besoj që qytetarët të gjithë po e shohin se kjo bllokadë që po bëhet ka adresë të caktuar dhe po bëhet pikërisht nga partitë opozitare. Shfrytëzoj rastin që edhe një herë t'i ftoj pra që të reflektojnë dhe së paku të jipet mundësia votimit të fshehtë, sepse kemi pa që votimi fshehtë është edhe mënyrë demokratike për shprehur vullnetin e vetë deputetëve në mënyrë të lirë, pra pa pasur presion nga partitë e tyre, dhe në anën tjetër do të mund të jepte një zgjidhje. Pra, deri më tani kemi pa që as nuk është vënë në testim votimi fshehtë. Do të thonë tash ku ka mbetë situata, se po është shpeshherë që po referohet që dështoj edhe kësaj radhe votimi i kryetares. Në fakt është e pasakt, sepse për 4 herë të fundit kemi dështimin e kuorumit për të votuar komisionin zgjedhor pra për votim të fshehtë për pozitën e kryetares. 2 seancat e para kanë qenë, siç e dini, pra kanë shkuar dhe janë vonu, apo 2 vazhdimet e para të seancës kanë qenë për të votuar raportin për verifikim të mandateve, i cili fatmirësisht pas seancës së dytë u votua, e besoj këtu kemi të bëjmë më tepër edhe me presionin apo interesat e ngushta edhe të vetë deputetëve, sepse kur ishte puna për të dhënë betimin dhe për të verifikuar mandatin në mënyrë që të filloj të rrjedh paga e deputetit, shumë lehtë ishte që të binden dhe të bëhen gjithë bashkë dhe të votojnë. Kurse tani që kanë dhënë betimin dhe ka filluar paga të rrjedh, shohim që nuk u bëhet vonë që të mblidhen sa e sa herë dhe të mos ketë rezultat, pra të mos i jepet vendit kuvendi, pra konstituimi i kuvendit ashtu siç e ka prodhuar edhe rezultati zgjedhor. Si e marrët refuzimin e Ligës Demokratike që u bëri dje, edhe si e shihni propozimin për një qeveri të tranzicionit, edhe a do të bëhesh pjesë e saj në rast se bie rendi? Tash, sa i përket përgjigjes së tyre, unë besoj që përgjigja realisht u dha një ditë më herët. Përgjigja u dha nga një zëdhënës jo zyrtar i një grupi të caktuar ekonomik, ndërkaq një ditë më pas e pam që u zyrtarizua nga kryesia, apo ajo që quhet tani kryesia e LDK-s. Domethënë, vendimarrja në këtë rast, e këtë duhet ta dinë edhe votuesit e LDK-s, është vendosur nga kryesia e LDK-s dhe nga organet është vendosur tjetërkund. Kryesia tani e LDK-s me sa duket është bërë vetëm një organ i cili miraton zyrtarisht fjalët jo zyrtare të palëve të tjera. Pra, përgjigja e tillë neve na befasoi me qenë se përputhej plotësisht me atë çfarë ishte shkruar apo ishte thënë një ditë më parë nga zëdhënës jo zyrtar të grupeve të caktuara ekonomike. Ndërkaq sa i përket qeverisë tranzicionale, siç u quajt, besoj gjithë e dini dhe pajtoheni që në raste kur ka luftë civile, kur vendi del nga lufta dhe nuk ka institucione, pra në raste të tilla kur ka kriza të pa para apo kriza jo të rregullta, ku vendi mbetet pa qeveri, atëherë propozohen zgjidhje të tilla. Do të thonë, realisht propozimi për qeveri tranzicionale është të kthehemi në kohën e UNMIK-ut, pra në vitin 2000. Nuk besoj që jemi aty. Pra vendi ka pasur zgjedhje, proces zgjedhor të rregullt, me gjitha mangësitë që kanë qenë sa i përket votimit me postë, ka prodhuar një rezultat, ky është rezultati. Vendit duhet të jepet qeveri. Kjo në fakt, mendoj unë e shpërfaq edhe kërkesën e vetë opozitës që kishte në fillim nëse ju kujtohet që të braktisen zyret. Pra, në rastin kur do të zbatohej kërkesa e tyre që për herë të parë në histori të vendit, qeveria të braktis zyret dhe vendit të mbetej pa qeveri, atëherë kjo po del që ka qenë plan gjatë gjithë kohës që të vihet me këtë propozim dhe thuhet që në mungesë të qeverisë na duhet të mblidhemi gjithë bashkë dhe të bëjmë një qeveri tranzicionale. Por vendi ka qeveri. Pra është një qeveri në detyrë, e cila po pret votimin e qeverisë së re për t'ia dorëzuar mandatin. A i
Në më thonë, problemin e kemi këtu me një plan që me sa duket I ka dështuar opozitës dhe tani kanë nxjerrë edhe kartën e fundit pra për na kthy në kohën e unmikut. Por po besoj qytetarët e din që rezultati zgjedhor I prodhuar tashmë ka caktuar kush është fituesi dhe kush duhet ta udhëhet qeverinë. Nëse nuk arrihet kjo në kuvend, ne çdo herë kemi thënë që jemi të gatshëm të shkojmë edhe një herë për rilegjitimim tek qytetari, por nuk duam që ky të jetë prej opsioneve të para, duam që ky të jetë opsioni I fundit. Ne jemi duke munduar në vazhdimsi që të gjejmë një zgjidhje, të ofrojmë zgjidhje kreative. Opsioni më I mirë, tash që kemi përpara që do të konsumuar